një djalë i vogël 9 vjeç, kishte duke kaluar një infekcion viral nga varicela, ose lia që quhet. Ndryshe, fëmia kishte disa ditë, në mos gaboj një javë, histori, na e sjell në spital, në urgjencë kishte sjellur gjyshi, fillimisht fëmia kishte qenë në shkollë dhe kishin marrë dhe duke e marrë fëmia përndoi hap pas hapi akoma më shumë dhe kishin edhe dërguar në spitalin tonë. Fëmia kishte miokardit. Me një funksion shumë të ulët, fëmia ishte 180 frekuenca kardiake, tensione tek 4, tek 5, tek 6 me vështirësi. Dhe bashkë me kolegët e tyre organizojnë gjithçka për ta transportuar pacientin, fëmin në repartin publik, terapinë intensive për pediatri. Momenti që fëmia sapo ka dalë nga spitali, ka bërë arrest kardiak. Është filluar reanimimi dhe ridërguar në urgjencën tonë. Kemi filluar me në ardhje pacienti fëmia ishte në arrest. Mund të kemi marrë pjesë ndoshta 4 ose 5 reanimator, masazh, kemi asistuar mbi 2 orë te ky fëmijë. Dhe nuk është arritur të kthehet në asnjë moment fëmia. Dhe pas 2 orësh kemi ndërprer reanimimin dhe kam parë aty të gjithë kolegët e mi, të gjithë qanin. Pra, tek ai fëmijë shikonin fëmijën e tyre.